Kolegjet e bashkuara të Gjykatës së Lartë miratuan me unanimitet një interpretim të ri për zbatimin e masës së sigurimit arrest në burg, duke rishikuar vendimin unifikues të vitit 2011. Vendimi i ri forcon standardet për kufizimin e lirisë personale dhe e konsideron arrestin në burg si një masë të jashtëzakonshme që duhet të përdoret vetëm kur alternativat e tjera rezultojnë të pamjaftueshme. Sipas këtij interpretimi, gjykatat tashmë janë të detyruara të shqyrtojnë në mënyrë konkrete dhe të argumentuar çdo masë më pak kufizuese përpara se të vendosin izolimin në burg. Arsyetimi duhet të jetë i detajuar, individualizuar dhe i bazuar në rrethanat specifike të çdo rasti, duke reflektuar rrezikun real që paraqeti pandehuri dhe proporcionalitetin e masës. Një ndryshim thelbësor lidhet po ashtu edhe me barrën e provës. Ndryshe nga praktikat e mëparshme, kur i akuzuari duhet të provonte pse nuk duhet të mbajë në burg, tashmë është prokuroria ajo që duhet të justifikojë nevojën për masën më të ashpër të sigurisë. Ai duhet të paraqesë prova konkrete dhe argumente bindëse për rrezikun dhe pamjaftueshmërinë e alternativave të tjera.